Dhe ja ku mbëritëm të parashikimi yjeve me Denisën. Mirë se erdhe Denisa, kënaqësi që je këtu në Rezën tonë për të bërë një përmbledhje astrologjike të 12 shenjave të zodiakut. Si do të jetë fillimisht? Si parashikohet kjo javë në ditët në vazhdim? Atëherë kjo javë është vështirë, është javat që duhet jemi të gjithë shumë të kujdesshëm. Janë ato 3 ditët që përmenda në parashikimin mujor, që është data 24, 25, 26, duhet jemi shumë të vëmendshëm. Madje edhe pjesa e dytë datës 23 duhet jemi të vëmendshëm. Kemi në përgjithësi ndikime pozitive nëse përdorim siç duhet, sepse nëpërmjet këtyre krizave mund të dalin dhe mundësi të shumta në jetën tonë. Po them mirë si fillim kalimin planetar sepse janë shumë të rëndësishme. Dje patëm kalimin e diellit tek shenja e Demit, kemi filluar zyrtarisht stilin e Demit tashmë, gëzuar ditëlindjen gjithë atyre që kanë lindur këtë shenjë. Dhe do të kemi edhe kalimin e Venusit në datën 24, pra ditën e premte, do të kalojë tek shenja e Binjakëve. Ndërkohë që edhe Uran do të kalojë tek shenja e Binjakëve në datën 26, pra ditën e diel. Prandaj edhe kjo është një javë shumë e ngjeshur. Kjo është edhe arsye që kemi ndikime vërtet shumë të fuqishme, as të fuqishme jo. Kemi faktikisht në këto momente takimin e Marsit, Mërkurit, të Saturnit dhe të Neptunit, janë të gjithë të takuar tek shenja e Dashit, prandaj dhe jemi pak më tepër impulsiv, por nga ana tjetër, duke qenë se është një energji shumë e lartë në ambient, ne mund të ndjehemi disi më të zymt, sepse nuk e kapim dot atë ritmin e kohës, po ne kanë shumë shpejt nga duart, pra në një farë mënyrë. Pra kjo nuk lidhet me klimën, kjo zymtësia që ndjen shumica që dëgjojmë, ka një lloj trysnie të madhe. Krijohet një zjarr shumë i madh në këto momente në hartë dhe ka mungesë dhe ajri, që do të thotë kemi dhe vështirësi për të marrë frymë, prandaj dhe mund të ndjehemi pak më të tulatur, siç e thash, duke qenë se dhe koha po ecën shumë shpejt, madje mund të na dalin shumë mundësi përpara. E kemi të vështirë që të perceptojmë se ku duhet të veprojmë. Në këtë rast, thjesht duhet jemi të qetë, arrim që ta kuptojmë shumë mirë. Pra, është vërtet një aftësi shumë e madhe sepse kur Mërkuri është i vendosur tek shenja e Dashit, na jep një moment një pregëtësi shumë të lartë. Prandaj edhe mjafton të jemi të qetë, e shikojmë shumë mirë se ku duhet të veprojmë. Le të shohim me radhën të gjitha shenjat se si do të qasen përballën përballë kësaj jave. Patjetër. Dashi për shembull, si e përballon? Shenja e Dashit është shenja më e ndikuar, duke qenë se siç e përmenda pak më parë, kemi shumë planete të vendosur tek ta. Ndikimin të përgjithshëm e ka në përgjithësi do të dalin shumë mundësi përpara, kemi një aftësi shumë të madhe për rritje, por nga ana tjetër mund të jemi pak impulsiv, nuk dim se ku të veprojmë. Prandaj edhe këshilla që e dash në fillim është për dashën me e vlefshme se për gjitha shenjat e tjera, duhet jemi pak më të qetë, të fokusohemi mirë se cili është hapi i radhës që duhet të hedhim. Ndërkohë që fundjava mund të bëhet disi më pozitive për shenjat e Dashit, sepse tashmë do t'i keni ditë të qarta, gjatë javës do ta kemi pak më të vështirë për të kontrolluar të balancat. Në momentin që e kontrollojmë vetë, që kemi vërtet aftësi që të rritemi në karrierë, për të rregulluar të ardhurat materiale, sepse tashmë futemi në fazën ku fillojmë të marrim pak a shumë. Ose dhe investimet që kemi po bëjmë në këto momente japin rezultate pothuajse të menjëhershme dhe plus në lidhje me çështje sentimentale është një nga shenjat më të favorizuara. Kalojmë tek shenja tjetër tek Demi. Shenja e Demit është në stilin e tij, detyrimisht energjia është e lartë. Duhet jemi të vëmendshëm në lidhje me shëndetin, shenja e Demit është shenja më e prekur në këtë pikë. Deri ditën e diel, duke qenë se Uran do të kryejë krizat më të rëndësishme do të jenë tek shëndeti ose tek marrëdhëniet e tyre më të dashura, si familja më të afërta, si dhe partneritetet e tyre, prandaj dhe do t'i këshilloj që të jemi shumë të kontrolluar në mënyrë se si komunikojmë. Me kalimin e Venusit tek shenja e Radhës, tek shenja e Binjakëve, do ta kemi më të thjeshtë këtë, madje do të kemi edhe mundësi shumë të mëdha tashmë për të bërë kontrata ose marrëveshje të cilat na sillen të ardhur materiale të mira, por gjatë kësaj jave do të këshilloj që vërtet të jemi të qetë dhe të hedhim hapa të sigurt. Ndikimi më i madh pozitiv pas kësaj do të jetë vërtet në lidhje me të ardhur material, por këtë javë do ta përdorojmë vërtet për të vëngurët themelore, le të themi. Po, ne le të ndalemi tek Binjakët. Shenja e Binjakëve këtë javë ka të vështirë, por ka shumë mundësi, sepse është një javë në të cilën do të dalin mundësi përpara që ti përdor për të arritur qëllimet e tij. Duke qenë se Mërkuri është i vendosur tek shenja e Dashit, janë shumë të përshpejtuar në këto momente. Madje mund të kemi edhe disa avantazhe në lidhje me këtë temë, sepse mund të marrë një ndihmë të madhe edhe nga shoqëria, por për të bërë investime nuk do të këshilloj që të marrim këto parasysh këto sugjerime, në qoftë se nuk jemi 100% të sigurt, ose të bëjmë një herë analizën dhe pastaj të veprojmë. Duke qenë se mund të bëjmë disa investime të cilat mund të na dëmtojnë dhe më vonë, në qoftë se janë të pabazuara ose nuk janë të kontrolluara mirë, por përtej kësaj kemi një ndikim pozitiv sepse siç thash jemi të përshpejtuar dhe kemi në realizimin e ëndrave dhe qëllimeve tona dhe marrim dhe një ndihmë vërtet shumë të madhe, si nga shoqëria, po ashtu edhe nga familja gjatë javë. Një ndër temat më të rëndësishme që do të kemi në këto momente për shenjën e Binjakëve është se dalin shumë në sipërfaqe probleme që ekzistojnë brenda çifteve
falë kësaj kemi dhe aftësinë që të rregullojmë. Pra, mjafton që t'jemi të qetë. Kjo është rëndësishme. Kalojmë tek gaforja. Shenja e gaforës është në energji duke u rritur, kemi hënë duke u rritur për këtë arsye, por duke qenë se kemi shumë kalime planetare tek shenja e binjakëve, edhe pse do t'i ndjejmë më tepër javën në vazhdim, fillojmë që të ndjejmë pak a shumë ato krizat që të cilat vijnë nga bota jonë e brendshme, kemi një intuit më të lartë, kjo është avantazh sepse arrim që ta përdorim në vendet ku duhet, arrim që ta perceptojmë botën në një fazë tjetër. Nga ana tjetër kemi edhe një fat vërtet shumë të madh në lidhje me karrierën në këtë moment. Mund të shkëlqejmë bëjmë persona të cilët na dëgjohet fjala. Kjo nga një anë mund të sjell pak edhe xhelozi, prandaj dhe do të këshilloja që me kolegët të jemi disi më të vëmendshëm, pra të mos e teprojmë me mburjet, le të themi. Por në qoftë se bashkëpunojmë, do ta kemi shumë më të thjeshtë, sepse në këtë rast mund të përfshihemi të gjithë dhe të kemi edhe një rritje edhe më të madhe, madje konstante tashmë. Plus edhe kjo është nga shenjat e cilat të favorizuar në lidhje me çështje sentimentale, sepse në këto momente ka aftësi për të krijuar gjithçka të shëndetshme dhe pak a shumë janë gurët themelor që po ndërtohen në lidhje me jetën e tyre. Shenja e radhës është Luani. Shenja e Luanit, hënë e re ndikoi vërtet shumë, faktik që ishte javën e kaluar ditën e premte, dhe vazhdojmë që të jemi akoma në të njëjtat ndikime, sepse po krijon diçka të re, janë shumë herë më tepër të hapur ndaj ndryshimeve në këto momente, gjë që ju bën mirë. Ndikimet tek marrëdhëniet sentimentale, lidhjet afatgjata, martesat e tjerë janë shumë pozitive në këto momente, ka një zbutje të dukshme të problemeve. Prandaj edhe ndjen dhe më mirë, ndërkohë që për sa i përket karrierës, kjo është një javë ku mund të dalin përpara shumë probleme. Por, nëse i zgjidhin këto probleme, nëse qëndrojnë që edhe i zgjidhin këto probleme, bien më tepër në sy. Nëse se janë vetë pronar të vendit të tyre të punës, atëherë arrin që të kontrollojnë më mirë situatën dhe të krijojnë edhe disa dinamika të cilat i shërbejnë për të pasur të ardhur materiale më të mira. Pra, jo çdo gjë negative është negative, në disa raste mund të përdoret në avantazhin tonë. Bukur, kalojmë tek Virgjëresha. Për shenjën e Virgjëreshës kemi një ndryshim kolosal në këto momente, jemi në pritje tashmë, është gati duke ardhur Urani tek shenja e binjakëve, që do thotë ndryshime vërtet shumë të mëdha në lidhje me karrierën dhe si figurë autoritetin në të gjitha pozicionet që ka. Prandaj dhe krizat gjatë kësaj jave do të jenë edhe më të dukshme, në të vërtet janë shumë pozitive, sepse këto krizat na tregojnë vërtet ku i kemi plasarritjet dhe e jetës që duhet të ndërtojmë. Falë kësaj kemi dhe aftësinë pasaj që të heqim nga jeta jonë dhe të fillojmë të krijojmë diçka të re, por këtë javë do të këshilloj vërtet që të jeni shumë të vëmendshëm. Kemi fat sepse dielli tashmë ka kaluar tek shenja e Demit dhe kjo do të thonë që jemi në energjinë tonë sepse është një shenjë tjetër toke dhe pak më tepër që na shton edhe diapazonin, pra horizontin mërtemi dhe shikojmë gjithçka pak më gjerë. Kemi dhe zgjidhje si rrjedhë në shumë tematikat, sidomos ato që kanë të bëjnë me të ardhur materiale dhe në lidhje me trajnimet ose dhe karrierën në këtë rast. Plus, kemi edhe një pasion shumë të lartë brenda çifteve, tek shenja e Virgjëreshës. Kalojmë më pas tek Peshorja? Po, jemi tek Peshorja. Shenja e Peshorës u fut më mirë të themi, më së fundit tek faza që është më pozitive, pavarësisht se kemi disa ndikime të lodhshme gjatë javës, ka shumë herë më të thjeshtë që ti përballoj. Ndikime më i fuqishëm vazhdojnë që të jetë tek karriera, sepse këtu mund të shkëlqejmë më shumë dhe pak më tepër me kalimin edhe të Uranit në javën që vjen, do ta ndjejmë edhe më tepër detyrimisht tek shenja e binjakëve, do të kenë një përqasje shumë më të qetë, shumë më të gjerë, më të themi, të shikojnë problemet shumë më në perspektivë shumë më të gjerë, prandaj kam edhe më të thjeshtë për të kaluar, ndërkohë që gjatë javës duhet të jemi shumë të vëmendshëm në lidhje me bashkëpunimet tona që të mbarojmë ato të cilat nuk janë funksionale. Këtu bëhet fjalë si në lidhje me të ardhurat materiale, po ashtu edhe në lidhje me personat të cilët kalojnë pak më tepër kohën. Të gjitha marrëdhëniet në këto momente duhen shqyrtuar edhe një herë mirë në mënyrë që të mund të jemi në fazën javën që vjen, dhe cila është vazhdimisht në rritje. Në rritje, kalojmë te Akrepi. Shenja e Akrepit ka ndikime të fuqishme, por si fillim po them mirë këshillën, duhet jemi shumë të vëmendshëm në lidhje me shëndetin fizik. Vazhdojmë që të jemi në fazën ku mund të prekemi vërtet kështu, nëse nuk jemi të kujdesshëm, pra nëse nuk kemi rutinë të shëndetshme. Prandaj edhe çfarë konsumojmë, se si e trajtojmë trupin ton ka shumë rëndësi, që të jemi aktiv ka shumë rëndësi, sepse është një nga shenjat që ndikohet automatikisht nëse nuk jemi të vëmendshëm në këto pika, por nëse jemi të vëmendshëm, atëherë kemi mundësi që jetën tonë të përditshme ta kthejmë në diçka shumë më praktike, të jemi shumë më tepër efikas, të fillojmë të ndërtojmë, sepse kemi kreativitet vërtet shumë të lartë dhe prakticitet shumë të lartë, të ndërtojmë jetën që ne dëshirojmë. Si rrjedhë jemi shumë më të suksesshëm edhe në lidhje me karrierën, në lidhje me të ardhurat materiale është një javë vërtet shumë pozitive. Dhe krizat e fundit që mund të dalin në këto momente tek marrëdhëniet afatgjata bëhet fjalë më tepër, do të mund të gjejmë zgjidhje ose në disa raste mund të merrem me vesh studia palët për të mbaruar këto marrëdhënie. Në përgjithësi
kjo do të vi në lidhje me të ardhot materiale për partneritet e biznesi, ndërkohë që përsa e përket lidhjeve sentimentale në përgjithësi në këto momente do të gjejmë zgjidhje, pra nuk është do të kemi ndarje të shumta. Kalojmë tek shigjetarët. Shenja e shigjetarët është me fat gjatë kësaj jave, kemi ndikime në përgjithësi pozitive, të gjitha kalimet planetare ndikojnë për mirë, por do të jemi edhe tek shigjetarët të vëmendshëm në lidhje me shëndetin, sidomos te pjesa e këmbëve. Domethënë, sepse mund të teprojnë, nëse teprojnë marrëdhënie me ecjen, mund të kemi dhimbje të vazhdueshme këtu. Ndërkohë që kemi fat përsa i përket krijimeve të reja, në këto momente jemi shumë më të praktik, njëllojësisht edhe tek shenja e akrepit, dhe mbi të gjitha kemi mundësi të shumta që vijnë në jetën tonë. Këto mundësi mund të përdorim për të ardhur materiale, për të kryer lidhje të reja, dhe mbi të gjitha si gjithmonë për të ndërtuar jetën që ne dëshirojmë, pra. Britsjapi ka ndikim pozitiv në këto momente, por do të jetë i sigurt për çdo hap që hedh. Nëse jemi të vëmendshëm, atëherë kemi mundësi që të ndërtojmë themelin e jetës, sepse kjo është faza që jemi në këto momente. E kemi fatën sepse dielli ka kaluar tek shenja e demit, dhe kjo domethënë që vjen, domethënë fillojmë të krijojmë, dhe mbi të gjitha kemi edhe mundësi shumë të mëdha që lidhjet aktuale të shndërojmë në diçka më të madhe, pra të martohemi ose të bëjmë me fëmijë, ndërkohë që për ata që nuk kanë një person në jetën e tyre, është një javë vërtet shumë pozitive për të krijuar diçka të re. Madje mund të vijë edhe nëpërmjet krizave, pak a shumë zënkave. Ndërkohë që për shenjën e ujorit është edhe kjo një ndaj shenjave të favorizuar, por këtë javë duhet jemi shumë të vëmendshëm në kriza brenda familjes. Këtu nëse nuk jemi të vëmendshëm mund të shkaktojmë disa dëme. E kemi të thjeshtë praktikisht që ti perceptojmë dhe ti zgjidhim këto si gjëra, ndërkohë që mund të kemi edhe një nevojë shumë të madhe për ndryshim. Kjo më bëhet fjalë më tepër për ndryshim karriere ose ndryshim banese. Nëse kemi ide të tilla, do të këshilloj që t'i vërtetoni mirë, sepse mund të vinë edhe mundësi që mund t'i përdorim, madje mund të marrim një ndihmë shumë të madhe edhe nga familjarët tanë, nëse marrim vendime të tilla. Prandaj që të formojmë jetën tonë në këtë moment ka shumë rëndësi dhe mbi të gjitha me fat. Po, dhe kalojmë tek shenja e peshqve. Shenja e peshqve në këto momente ka aftësi që të bëjë gjithçka që dëshiron. Mjafton që mos bjerë pre e pesimizmit që mund të ndjej, edhe pse ti jemi realist, kjo është pak a shumë si zakon, nuk është se kanë në të vërtetë nevojë për të qenë pesimist, kemi fat shumë të madh në lidhje me çështje sentimentale, shenja që ka më tepër fat, që mund të krijojë lidhje vërtet shumë stabil, ose që mund të ndërtoj veten e tij në mënyrë që të jetë i lumtur me veten e tij ose me veten e saj. Prandaj është një nga shenjat për mendimin tim më të favorizuar në këtë momente. Kemi ndikime në lidhje me të ardhurën materiale, vlera të rinj që të perceptoj siç duhet, dhe plus kemi tashmë futemi në fazën ku krijohet një stabilitet në lidhje me marrëdhëniet familjare dhe brenda familjes. Pra kemi ndryshime pozitive në lidhje me këto tema, zbukurim me këtë temë. Qartë, faleminderit shumë Denisa për përshkrimin që i bëre kësaj jave për 12 shenjat e zodiakut. Ne do të kalojmë në publicitet, është flesh informativ, ju pres pas pak në bisedë me Odeta Dume Mandro.